Dhe vetë fakti që Allah i madhëshëm ka tregu që Muhamedi a.s. është vula e profecisë dhe subhanallah, ata të cilët e kanë pretenduar profecinë, kanë vdekur në formën më të shëmtuar të mundshme. Muhamedi a.s. është vula e profecisë. Po edhe në të qenurit e tij vula e profecisë ka argument. Vetë faktin që asnjë profet nuk ka ardhur pas Muhamedi a.s. të cilin Allah e ka ndihmuar dhe të cilët Allah i ka dhënë triumf, kjo është argumenti i profecisë. Shikoni, para Muhamedi a.s. ka pas profet shumë. Isa i biri Merimes ka qenë i fundit para Muhamedi a.s. E shumë profet tjerë, të cilët Allah i ka ndihmuar kundër armizve tyre dhe ju ka dhënë sukses dhe triumf. Mirë po, pas Muhamedi a.s. është e vërtetë që ka pas pretendues të profecisë. Mirë po, askush asnjëherë nuk ka arritur sukses. 1400 vite u bën. Askush asnjëherë, sa shumë kanë qenë pretenduesit e profecisë. Dhe vetë fakti që Allah i madhëshëm ka tregu që Muhamedi a.s. është vula e profecisë, kjo është argument i profecisë në vete. Dhe subhanallah, ata të cilët e kanë pretenduar profecinë, kanë vdekur në formën më të shëmtuar të mundshme. Madje njëri prej bashkëkohorëve aq shumë është pështruar sa që ka vdekur në toalet, kurse aty dihet që profetët varrosen në vendin ku vdesin. Dhe subhanallah, shikoni si Allah i madhëshëm i ka pështruar pretenduesit e profetëve. Dhe është kjo rregull që Allah nuk e ndihmon asnjëherë dikon që pretendon profecinë nëse nuk është profet, sepse ai po fol në emër të Allahut, pa lejen e tij. Dhe çdo herë, çdo kush që ka pretenduar profecinë pas Muhamedit a.s. gjithmonë ka qenë i dështuar. Dhe kjo është me të vërtetë një argument i fuqishëm i profecisë.